Trajneri i ri kombëtar shqiptar Rolando Maran ka nisur me një humbje eksperiencën e tij në krye të kuqezinjve. Shqipëria u mposh me rezultatin 0-1 nga Izraeli në ndeshje miqësore të zhvilluar në stadiumin Air Albania, edhe pse bëhej fjalë për një takim miqësor. Sfida pati momente tensioni në fushë, veçanërisht pas golit të realizuar nga miqt në pjesën e dytë. Kuqezinjt patën më shumë kontroll të lojës dhe u shfaqën më kërkues në ndërtimin e aksioneve, por ishte Izraeli që gjeti rrugën e rrjetës. Golin vendimtar ishte Noe Glock, i cili finalizoi me saktësi një aksion të shpejt, duke mposhtur portierin Sherri. Një nga risitë e formacionit të Maran ishte aktivizimi nga minuta e para Anis Mehmetit, i cili dha sinjale pozitive gjatë pjesës së parë. Ndërkohë, Ylber Ramadani u rikthye në qendër të mesfushës, ndërsa Julian Shehu nisi tek Emin Gastoli. Pavarësisht përpjekjeve për të rikthyer ekuilibrat, Shqipëria nuk arriti të shmangte humbjen në deputimin e teknikut italian. Tashmë vëmendje kalonte testi i radhës, pasi më 6 qershor, kuqezinjt do të përballen me Luksemburgun në një tjetër ndeshje miqësore.